Ish deputeti Bejgjet Pacolli ka komentuar blokadën në kuvend pas dështimit të përpjekjes së 26 për konstituim. Pacolli tha se atë dikur e quanin servile të paditur, por shtoi se ai ka zgjedhur krizat politike pa marrë parasysh kush ishin partitë. Dhe këtë thot se e bëri për Kosovën, me që sipas Pacollit, blokada politike e dëmton vendin. Sa po shtërsi politike, për herë të 26 Kosova nuk po arrin të zgjedh kryesuesin e kuvendit. Mua dikur më quanin servil të paditur e të paaft për politik, vetëm sepse zgjidhja krizat, pa marrë parasysh se kush ishin partitë apo partnerët, e bëja për Kosovën, sepse e dija se çdo blokadë politike e dëmton vendin, ka shkruar Pacolli në Facebook. Më tej, ish presidenti thot se Kosova s'ka më përfaqësues të popullit, por individ të përqendruar në interesa personale, në pazare politike dhe në luftën për pushtet. Jo për shtetin, jo për qytetarin, por për veten, thot ai. A e shihni sa keq është kur dikush nuk e do vendin e vet, kur e përdor postin publik për interesa personale, për inate, për hesape politike, dhe jo për të përfaqësuar qytetarët që u dhan votën. Sa poshtë bie politika kur e përbuzapur besimin e qytetarit, kur karrigja bëhet më e rëndësishme se vendi, kur e shkel dinjitetin e institucioneve vetëm për t'i bërë qefin vetes ose liderit të partisë. Sa turp, sa dështim. Për të 26-ën herë Kuvendi i Republikës së Kosovës nuk po arrin të zgjedhë kryesuesin e tij, një funksion bazë elementar i funksionimit institucional, një krizë që as nuk do të duhet të ekzistonte në një demokraci të vërtet, po e fundos shtetin, po e zvarri të ardhmen, po e mbyll shpresën. Çka tregon kjo? Se nuk po kemi më përfaqësues të popullit, por individ të përqendruar në interesa personale, në pazare politike dhe në luftë për pushtet, jo për shtetin, jo për qytetarin, por për veten. Sa keq është ta shfrytëzosh paranë e popullit, rrogën që paguhet nga taksapaguesit, për të mos bërë as minimumin e detyrës tënde. Sa keq është të tregosh arrogancë me mundësinë që ta dha qytetari për të ndihmuar, për të ndryshuar, për të përfaqësuar, dhe ti e kthen ata në krizë dhe kaos. Kosova ka nevojë për udhëheqës, jo për kalkulues poste, për vizion, jo për inate personale, për përgjegjësi, jo për sabotim institucional. Kjo që po ndodh tani është turpi më i madh politik i viteve të fundit. Është një sinjal alarmi që duhet të zgjojë çdo qytetar, sepse nëse ata që i kemi zgjedhur nuk e kryejnë as detyrën më të thjeshtë, atëherë nuk meritojnë të qëndrojnë as një ditë më shumë në ato poste. Kosova është mbi të gjitha, shkruan Pacolli.